Atëherë të flasim pak për flokët. Flokët, në radhë të parë duhet të dini flokët dhe 10 mitet falso që thuhen për flokët. Atëherë përmendim kështu, prerja e shpeshtë e flokëve i bën ato më të fortë. Krerja i bën mirë flokëve. Flokët mund të thinin edhe brenda një nate. Nëse heq një thinë në vend të tij dalin 2. Efekti i qerosit është një trashëgimi nga ana nënës. Zbokthi është pasojë e lëkurës së thatë të kokës. Zbokthi është ngjitës. Prerja e flokëve gjatë hënës së plotë i bën ato më të shndritshëm dhe mundëson rritjen e shpejtë. Lyrja e flokëve gjatë barrës ka ndikim negativ tek fetusi dhe është më mirë t'i lash flokët më rrallë, por duke i masazhuar më gjatë. Atëherë këto janë 10 mite ose më saktë 10 thënie, të cilat janë shumë të gabuara për flokët, pra nuk janë të vërteta. Flokët tuaj ju bëjnë të ndjeni të mrekullueshëm, të tërheqës dhe të bukur. Janë flokët ato të cilët tërheqin vëmendjen e të tjerëve. Për këtë arsye është normale që ju prisni që flokët tuaj të duken bukur dhe njerëzit e tjerë të pëlqejnë ato. Sigurisht, flokët tuaj nuk mund të jenë në formën e tyre më të mirë çdo ditë. Arsyeja është e thjeshtë, është e pamundur që t'i mbani ato si të dëshironi dhe të tjerët ju pëlqejnë ato. Në një situatë të tillë, ju sigurisht do të doni të harxhoni pak kohë me flokët tuaj dhe të mësoni për përkujdesin ndaj tyre. Por përpara se të hidhemi në disa këshilla për flokët tuaj, është shumë e rëndësishme të dini se cilët janë faktorët që ndikojnë në flokët tuaj dhe kujdesin ndaj tyre. Biologët thonë se karakteristikat e flokut të një personi varen në disa faktorë të ndryshëm, disa prej të cilëve janë të trashëgueshëm. Disa faktorë janë gjenetik, çka do të thotë që përgjegjës për flokët tuaj dhe se si duken ato është bërthimi i ADN-s. Disa faktorë të rëndësishëm që ndikojnë tek flokët tuaj janë niveli i yndyrës, i gjithë mjedisi rreth jush, veçanërisht ajri dhe uji. Ja pra përse shumë njerëz përjetojnë një ditë të keqe flokësh, por nëse do të kujdesesh pak për to, mund t'i thonë lam të mirë ditës së keqe të flokëve tuaj, e cila nuk ka pse të jetë e përhershme dhe ka nevojë për vëmendjen tuaj her pas here. Disa këshilla për përkujdesin e flokut tuaj. Bëhuni pjesë e një stili jetese të shëndetshëm. Lini duhanin, bëni ushtrime rregullisht, hani sipas një diete të balancuar dhe kur të jeni e stresuar, përdorni ndonjë teknikë qetësuese. Bëni një gjumë sa më të rehatshëm në darkë dhe mos mbani lidhje flokësh shumë të shtrënguara, sepse do të bëni një gjumë shumë të parahatshëm dhe në mëngjes do të jeni në fillimin e një dite të keqe. Nëse jeni duke përdorur produkte stilimi për flokët tuaj, mundoni të shmangni produktet që përmbajnë alkool, veçanërisht ato me përqendrim të lartë. Mos vendosni produkte stilimi flokësh në skalpin tuaj, pasi kjo bllokon porët në kokën tuaj dhe mund t'ju dëmtojë kokën dhe flokun gjithashtu. Të notuarit është gjithashtu një ushtrim i mirë, bëjeni atë. Por përpara se të hidhni në një pishinë, njohuni pak flokët tuaj me ujë të bollshëm. Uji i pishinës përmban klor, çka dëmton flokun tuaj. Gradojeni tharësen tuaj në opsion të freskët. Insekti nuk është mirë për flokët tuaj. Mbani tharësen tuaj në lëvizje teksa i thani flokët, mos e mbani atë në të njëjtin vend për shumë kohë. Përpara se të përdorni tharësen tuaj, përdorni një pishqir me kualitet të mirë për t'i tharë flokët. Përdorni një krahër mëndafshi që të jetë i butë mbi flokët. Gjithmonë përdorni krahër ose furçe të pastër. Pastrojeni krahërin ose furçën tuaj rregullisht me sapun ose shampo. Gjithmonë kryeri flokët në drejtim poshtë. Të lani flokët tuaj me shampo është shumë e rëndësishme. Gjithmonë përdorni produkte sa më cilësore. Flasim tani për zbokthin. 9 këshilla për zbokthin. Si për femrat ashtu edhe për meshkujt është padyshim një armik antipatik që shpesh influencon edhe humorin ton. Edhe pse mund të jetë vështirë, nuk duhet të dorëzoni, zbokthi mund të eliminohet. Mjafton të bëni zgjidhjen e dur dhe nëse është e nevojshme drejtoni tek specialisti. Ashtu siç e dim, shkaqet janë të shumta. Shpesh herë lodhja dhe stresi e theksojnë më shumë këtë fenomen. Të shohim cilat mund të jenë zgjedhjet e dura kundër zbokthit. Fillimisht duhet të evitoni çdo gjë që mund të provokojë ose rëndojë gjendjen apo rritimin e skalpit të kokës. Shampo dhe një trajtim kundër zbokthit sot është mundësia më e mirë. Është mirë të përdorni shampo me bazë katrami dhe sulfur seleni për të eliminuar yndyrën e tepërt. Bëni kujdes me produkte të tilla si gjel, llak, lyrje flokësh dhe trajtime të këtyre llojeve. Limitoni konsumin e duhanit dhe alkoolit. Vendosni në dietën tuaj produkte të pasura me vitaminë E, që përmbajnë frutat dhe perimet. Mos shkruani skalpin e kokës me forcë. Evitoni përdorimin e flokëve artificial, shalleve apo këpucëve në mënyrë frekuente, pasi nuk lejon që skalpi të marrë ajër. Kryeni flokët me delikatesë, pasi krahëri rrezikon të irritojë lëkurën e varfër nga vitaminat.
Lani flokët me kujdes për mos egzagjeroni me dozimin e produkteve dhe as me shpeshtinë e larjeve. Në këtë mënyrë do të progresoni gjendja dhe nuk do të keni rezultat. Flasim për flokët bjond. Flokët bjond janë sinonim i sensualitetit. Flokët bjond por kujdes, për të qenë me të vërtet seksi duhet të jenë të shëndetshëm dhe të shkëlqyeshëm. Ja këshilla për të pasur flokë të tillë. Pikë së pari, problemet e flokëve bjond janë delikat dhe shumë të ndjeshëm nga agjentet e jashtëm si truri, tymi, papastërtitë. Këto agent e dobësojnë flokun. Të kujdesemi për flokët bjond. Shampo për të pasur flokët që dëshironi duhet i kushtoni vëmendje të veçantë shampos. Përdorni një shampo specifike për flokë të verdhë, që të ketë përbërës ushqyes dhe antioksidues. Flokët duhet i lani për të paktën 2 ose 3 herë në javë. Një herë në javë se vendosoni shampon që përdorni zakonisht me një shampo që përmban kamomil. Kjo lule është aleatja më e mirë për flokë të verdhë. Le të flasim për flokët e dëmtuar. Vaj ulliri për flokë të dëmtuar. Vaji gjithashtu ushqen flokët. Është në veçantë i dobishëm për flokë të yndyrshëm me zbokth. Ndiqni një ritual një herë në javë të aplikimit të vajit të ullirit në flokë për 30 minuta dhe më pas mbulo flokët me pishqir të ngrohtë para se t'i pastrosh me shampo. Në këtë mënyrë do të riparoni ndarjet në fund të flokëve ose djegjet që e bëjnë flokun si kasht dhe flokët do të shkëlqejnë më shumë se kurrë. Vaji gjithashtu është shumë i mirë në trajtimin e flokëve të thara, flokëve të dëmtuara dhe të egërsuara. Thjesht vë një pikë vaj ulliri në shuplak të dorës, fërko duart dhe më pas lëmë fundin e flokëve tua për të hequr qafe fundet e egërsuara të flokut. Më thjesht e më mirë nuk ka. Në fund e ka dikush Gjithashtu duhet të theksojmë se vaji ullirit është i mirë edhe për kujdesin për lëkurën. Flasim pak për pjastrën apo hekurin për flokët, i cili është më i dëmshëm nga ç'mendoni. Pothuajse nuk ekziston ndonjë femër me flokë të gjatë që të paktën një herë nuk e ka përdorur hekurin për drejtim të flokëve. Këtë e vërteton edhe statistika e cila shpjegon se si çdo e treta në femër në shtëpi e ka hekurin për flokë, ndërsa 1/4 nuk dëshiron të dalë nga shtëpia pa këtë ritual të mëngjesit. Temperatura mbi 180 gradë e hekurit janë përgjegjëse për ndëmtimin e flokëve, të cilët pastaj nuk mund t'i ndihmojnë asnjë mjet mbrojtës. Nëse edhe ju jeni një nga përdoruesit e flokut juaj ka humbur cilëtetin, ndoshta është koha për pauzë dhe për trajtim ultra ushqyes si maska për flokët, të cilët do t'ia kthejnë gjallërinë flokëve tuaj, gjallërinë dhe shkëlqimin. Ja dhe disa këshilla të tjera për të pasur flokë të shëndetshëm dhe të bukur. Sa më shpesh t'i lash flokët, ato do jenë më të shëndetshëm. Ari i ndotur, yndyra dhe tjerësa ndikojnë tek flokët tuaj më shumë se sa mendoni. Rekomandohet larja 2 herë në javë, ndërsa për flokët të yndyrshëm 3 herë në javë. Nëse flokët i lani pothuajse çdo ditë, shampon aplikojeni në zverk, në tëmbë dhe në ballë. 3 pika më të rëndësishme të cilat krijojnë yndyrë. Pastaj ngadalë formo shkum me ujë të vakët, nëse e ke flok normal apo të yndyrshëm. Përkatësisht me ujë të ftohtë, nëse flokët i ke të thatë me ujë të nxehtë. Shampon lëre të vërpoj disa minuta dhe pastaj flokët kryeni me kror dhe dhëmbë të gjerë. Vetëm pasi ti kesh bërë këto veprime, laji flokët. Harroni shprehin e vjetër se fërkimi i tepërt i flokëve me pishir pas larjes është i dëmshëm. Do të ndiheshin më komod, por edhe flokët do të jenë më mirë nëse i mbështet vetëm me një pishir të thatë. Peshqiri e mbledh pjesën më të madhe të ujit. Intervali kohor për thajën e flokëve me tharëse është midis 25 dhe 30 minutave. Në këtë mënyrë, mahat e flokëve nuk do të pësojnë djegje. Flokët me onde thajni pjesërisht me tharëse, pjesën tjetër të tharës lëre ajrit. Vetëm pas tharjes mund t'i krehësh. Kundër çarjes së majave të flokëve, si laçi më i thjeshtë në kushe shtëpi është e verdha e vezës dhe vaji i recinës. Ato ndihmojnë në rigjenerimin e flokëve në mënyrë efektive. Vajin ngroheni pak dhe përzjeni me vezën, ndërsa t'i krijohet një masë e ngjashme me majonezën. Mos i lani flokët, por forkoni majat e tyre me rigjenerues dhe mbështjellni me letër alumini, duke i mbajtur për një kohë të gjatë. Më pas lajini sa më mirë dhe do të shihni efekt pozitiv. Nëse përdor llakun e flokëve, para se të shkosh për të vjetur në gjumë, duhet ta eliminosh atë, duke përdorur edhe krem pastrues për flokët, pasi llaku e dëmton. Nëse dëshiron që krija të jetë e shkëlqyeshme dhe natyrore, mos i hill llakun drejt për drejt në flokë, por në krër apo në duar dhe me to spërkati flokët duke përhapur në mënyrë të njëtrajtshme.
Në qoftë se nuk e keni kohën e mjaftueshme për t'u larë sa më shpesh, por ke probleme me yndyrën, përdor pudër dhe më pas kriji letas për të eliminuar yndyrën. Domethënë ta theksojmë pudër bebeen për të eliminuar yndyrën dhe për të dhënë një shkëlqim flokëve tuaj. Nëse dëshiron që flokët tuaj ngjyrë gështenjë të duken më të shkëlqyeshëm dhe më të bollshëm, lajë në ujë të cilët më parë ke zirë lëvore arre. Lëvorët zirë gjysmore dhe më pas kullojnë, nga sasia e lëvoreve të cilët i ke përdorur varet nuanca e ngjyrës së flokëve. Nëse dëshironi të ndrrosh ngjyrën e flokëve vetë në shtëpi, për herë me pikmëri përmbaj udhëzimeve sasinë e pashfrytzuar të ngjyrës hidhe sepse ata nuk do ta shfrytëzojnë herën tjetër. Nëse tashmë ke përdorur boj flokësh dhe tenton të japësh atyre një ngjyrë më të errët, por nuk mundesh, përdor në fillim ngjyrat më të zbeta derisa të arrini ato të errëtat. Pasi në të kundërt do të dëmtoni flokun në mënyrë të pariparueshme. Kur mos e teproni me prodhimet kozmetike në sasi, pasi ato janë të dëmshme dhe mund të bëhen shkak për rënien e flokëve për dëmtimin e tyre që në rrënjë, çka do të thotë se duhet të përdorni më së shumti kondicioner që flokët të jenë në formë të plotë dhe me ngjyra sa më natyrale. Nëse ke flokë biond që anojnë nga ngjyra e zezë, shmangi shampo të cilat mund t'i shkëlqejnë flokët. Ato flokëve ngjyrë të errët t'u japin ngjyrë të kuqe-rremt. Sa më pak t'i ngarkosh flokët me karfica dhe me elastik më mirë, pasi të ndosura flokët mund të këputen. Nëse do t'i lini të lira, ato mund të marrin frymë lirisht dhe do të jenë më të shëndosha. Dhe këshilla e fundit, ushtrimet e rregullta si fitnesi ose pedalimi i biçikletës ndikojnë mirë në rritjen dhe shëndetin e flokëve tuaj. Këto janë disa këshilla për flokët. Shpresoj që kjo video t'ju pëlqejë. Ju faleminderit dhe do vim herë tjetër me një video për lëkurën.